Në fund një lajm nga kultura në ekspozitën e 5 ndërkombëtare të artit në format të vogël, që organizohet në galerinë Lesedra në Sofje të Bullgarisë, Maqedonia do të prezantohet me artistin Gostivaras Burhan Ahmeti. Artisti Gostivaras Burhan Ahmeti do të prezantohet në ekspozitën e 5 ndërkombëtare të artit në formë të vogël që organizohet në galerinë Lesedera në Sofje të Bullgarisë. Ceremonia solemne do të bëhet me datën 11 dhjetor 2014, konkretisht ditën e njëjtë, ku ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 21 shkurt 2015. Kjo ekspozit ka karakter garues, ku ndahen dhe 3 shpërblime për veprat më të mira. Edhe këtë vit, interesimi për pjesëmarrjen ka qenë shumë i madh, ku dëshmon fakti se konkurrojnë rreth 226 artistë nga 45 shtete të botës. Burhan Ahmeti është pjesëmarrës i vetëm nga Maqedonia, i cili do të përfaqëson Maqedoninë me veprën Fragment nga arkitektura tradicionale e realizuar në teknikë e litografisë. Ahmeti është artist nga fshatit e Breshi Gostivarit, i cili aktualisht punon si profesor i artit në Fakultetin Pedagogjik në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Me aktivitete artistike në nivel ndërkombëtar dhe lokal merret gjatë kohës, ku dëshmojnë sukseset dhe shpërblimet e shumta që i ka fituar. Ndërto, duhet theksuar se në të njëjtin qytet në Sofje në vitin 2006, ku fitoi çmimin e dytë ndërkombëtar për grafik. Deri tani ka hapur 9 ekspozita personale në metropole të rëndësishme të botës, mbi 170 ekspozita grupore dhe mbi 90 pjesëmarrje në simpoziume ndërkombëtare të artit.